Një moment i veçantë ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, ku banori më i ri Limi ka nisur ditën e tij me një kafe të veçantë. Por ajo që e bën këtë kafe edhe më interesante, është se ajo erdhi nga esh e dashura e tij, Alba. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Alba, e cila ka qenë një figurë e njohur në jetën e Limit, ka vendosur të sjellë një copës kujtimesh për të, duke i dërguar një kafe. Ky veprim ka shkaktuar reagime të ndryshme mes banorëve dhe fansave të spektaklit. Momenti i dorëzimit të kafes ka qenë i mbushur me emocione, duke rikthyer madje disa nga kujtimet e tyre të përbashkëta. Alba me një buzëqeshje ka shprehur disa fjalë inkurajuese për Limin, duke i thënë se gjithmonë do të jetë aty për të. Ky veprim i Albës ka ngjallur kuriozitet dhe diskutime të shumta mes ndjekësve të Big Brother. A është ky një shenjë rikthimi të ndjenjave mes tyre, apo thjesht një gest miqësor? Kjo mbetet për t'u parë në ditët e ardhshme.